Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Sa feta buk duhet të hani në ditë dhe cila buk është më e mira? Dëgjojeni tani. Të dhënat e Eurostat tregojnë se shpenzimet e shqiptarëve për bukë dhe drithë janë më të larta në raport me të ardhurat e tyre. Sipas këtyre të dhënave, këto shpenzime janë më të larta krahasuar me vende të tjera të Europës. Buka është kryesore për çdo njeri në këtë vend, aq më tepër kur në çdo vakt na vjen natyrshëm të themi, le të ha më bukë. Por siç thot populli, gjella me krip dhe kripa me karar. Ndaj kur vjen fjala për konsumin e bukës, edhe ai duhet të ketë një kufi. Çdo drithë tjetër mund të mbulojë nevojën jetësore për bukë. Racioni i nevojshëm ditor i drithrave mund të jetë gjithashtu i ndryshëm në bazat tuaja ditore. Një fet buke normale konsiderohet si një racion, por jo çdo fet është e njëjtë me tjetrën, ndaj duhet të kujdeseni që buka të jetë me drithra të plota. Po ashtu racioni ditor i bukës është edhe në varësi të moshës, gjinisë dhe aktivitetit fizik. Racioni i drithrave përbën bukë në çdo drithë tjetër që konsumoni. Ekspertët thonë se gratë nga 19 deri në 50 vjeç duhet të konsumojnë 6 racione me drithë në ditë. Gratë mbi 50 vjeç duhet të konsumojnë 5 racione me drithë në ditë. Burrat nga 19 deri në 30 vjeç kanë nevojë për 8 racione drithi në ditë, ndërsa ata nga 31 deri në 50 vjeç kanë nevojë për 7 racione në ditë. Burrat mbi të 50-ta duhet të konsumojnë 6 racione drithi në ditë. Fëmijët dhe adoleshentët kanë nevojë për më pak racione drithi në ditë. Sipas të dhënave, drithrat e plota por jo të përpunuara janë më të pasura në ushqyes. Ekspertët këshillojnë se gjysma e bukës që konsumoni çdo ditë duhet të jetë e përgatitur me drithra të plota. Në varësi të drithrit që përdorni, buka ofron vitamina të grupit B, minerale dhe fibër. Vitaminat B rregullojnë metabolizmin dhe ndihmojnë në sistemin nervor. Fibra është e nevojshme për tretje, ndërkohë që mineralet janë të domosdoshme për sistemin imunitar dhe nivelin e oksigjenit në gjak, dhe mund të jenë në një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për trupin tuaj. Një fet bukë normale konsiderohet si një racion, dhe çdo fet që shtoni në dietën tuaj do të jetë një mundësi shumë e mirë për të marrë përfitimet e tyre në dobi të organizmit. Në bukën e zezë, kokrat e grurit sintetizohen dhe ruajnë brenda vitaminën E dhe kompleksin e vitaminave B. Për dallim nga mielli i bardhë, mielli i zi përfitohet nga bluarja e grurit për të bërë bukën, kur nuk largohen një pjesë e madhe komponentëve të kokrave të grurit, ose ndonse drithi tjetër së bashku me to dhe sasinë e madhe të vitaminës i ka elementët brenda. Në bukën e zezë, këto vitamina dhe substancat të tjera ushqyese ruhen pothuajse komplet. Në bukë mund të ofroni gjithashtu edhe të gjitha elementët ushqyes të cilat do t'i merrni. Duke u konsumuar vazhdimisht, buka e zezë mund të jetë një zgjidhje paraprake në dobi të organizmit, dhe sigurisht buka e zezë do të përmbajë të gjitha lëndët më të mira që trupi i ka të nevojshme. Shumë herë ekzistojnë dilemat e familjeve tona se sa të ha më bukën e bardhë, të zezë ose integrale, dhe cila prej tyre është më e shëndetshme. Dilemat bëhen edhe më të mëdha kur ushqimet mund të cilësohen edhe si një zgjidhje për të vegjëlit. Buka është nga produktet ushqimore më të lashta e përdorur gjërësisht nga njerëzimi në bazat e ushqimit, ndërsa buka më e lashtë e gatuar e zbuluar daton për më shumë se 5000 vite më parë, që në mesjet prodhuesit prodhonin 3 lloje të bukës. Buka far e bardhë, që bëhej për shtresën e njerëzve të pasur, buka gjysmë e bardhë për shtresën e mesme dhe ajo e zezë për shtresën e varfër. Edhe në vendin tonë është krejtësisht të qartë se edhe në ditët e sotme buka zë një vend kryesor në dietën e përditshme. Aq shumë zë vend buka sa edhe e bëjmë pjesë të problemeve që kemi çdo ditë. Por a është buka e bardhë shkaktar i shumë problematikave? Buka e bardhë ka një indeks të lartë të glicemik, që do të thotë se lëshon energji shumë shpejt dhe kështu rrit sheqerin në organizëm. Kjo është një arsye pse ekziston një lidhje drejt për drejt ose indirekte midis bukës së bardhë dhe diabetit, kur buka e bardhë rrit dukshëm përqindjen pa sheqer të diabetit. Buka e bardhë mund të rrisë edhe rrezikun e problemeve të ndryshme. Ata që hanë 5 ose më shumë copë bukë të bardhë në ditë kanë 2 herë më shumë gjasa të shfaqin problemet malinje se sa ata që hanë një copë në ditë, po aq që nuk përdorin bukën e bardhë. Buka e bardhë përgatitet me miell të bardhë. Gruri ka 3 përbërës kryesor që i humbet në përgatitjen e bukës së bardhë.
Gjithashtu në këtë mënyrë gruri gjatë prodhimit të miellit të bardhë shkëput edhe lëvorin e humbur dhe humbet shumë nga vlerat e tyre ushqyese. Sipas ekspertëve, duhet të tregoheni më të vëmendshëm me llojin e bukës që zgjidhni, kështu do të merrni edhe përfitimet e saj në dobi të organizmit. Buka e bardhë integrale, ajo me kokra të plota dhe buka me brumë të thartë, vështirë të thuhet se cila është përzgjedhja më e shëndetshme. Por sipas doktor Rosemary Stanton, zbulojmë të gjithat e sekretet se cila bukë mund të propozohet në variantin tuaj më të shëndetshëm. Buka e bardhë. Buka e bardhë përveç se është e gatuar nga mielli i zbardhur, bëhet nga mielli i grurit, të cilët gjatë procesit të bluarjes hiqin shtresat e jashtme të kokrës. Kjo rezulton me feta shumë të buta dhe me shije të ëmbël. Buka e bardhë përmban sasi të vogla të fibrave, rreth 1 gram për fet, por është një burim shumë i mirë i proteinave dhe karbohidrateve. Mirëpo shpesh, aditivet e shtuar të cilët nxisin rritjen e fryrjes dhe të brumit gjithashtu ngrejnë edhe indeksin e glicemisë. Kështu që ndjenja e ngopjes pas këtij lloji të bukës nuk zgjat shumë kohë. Për këtë, feta e bukës së bardhë më së miri është të kombinohet me ushqime të cilat kanë mjaft proteinë si veza, djathi dhe mishi i pulës. Buka e bardhë me sasi më të madhe fibre zakonisht nga bishtajoret ka përparësi më të madhe shëndetësore se buka e bardhë dhe e thjeshtë. Mirëpo, buka e bardhë e pasuruar nuk është aq e shëndetshme sikurse ajo integrale, sepse nuk përmban një numër të madh të vitaminave dhe mineraleve, citon doktor Rosemary Stanton. Buka integrale. Kur është bërë nga kokra të plota të drithrave, buka integrale ka vlera të ngjashme ushqyese, sikurse edhe buka me drithra të plota. Megjithatë, shpesh buka integrale mund të bëhet e kombinuar me mielin e bardhë dhe krundet dhe embrionit e grurit, të cilat imtësisht mund të imtësohen gjatë bluarjes. Në këtë mënyrë krijohet mielli me përqendrueshmëri më të lartë afatgjatë dhe kjo bukë nuk posedon të njëjtën ekuilibër ushqyes. Buka integrale ka më shumë fibër, vitamina dhe minerale se buka e bardhë, por është e pasur me jod dhe acid folik. Përveç kësaj, buka integrale shumë më shpejt tretet dhe ka një indeks më të lartë glicemik se buka me kokra të plota të drithrave. 2 feta përmbajnë rreth 2 gram fibër. Buka me drithra të plota. Përderisa buka integrale, gjithsesi buka e bardhë e përzierë me dritha. Buka e drithrave të plota përmban farat e drithrave të cilat i shtohen miellit integral dhe me këtë arrihet vlera më e lartë ushqyese. Buka me kokra të plota, duke përfshirë edhe llojet dhe brumin e thekrës, si dhe brumra të thartuara, ka rreth 4 herë më shumë fibër se buka e bardhë, që e bën një nga zgjedhjet më të shëndetshme. Buka me kokra të plota ka indekse të ulta glikemike sepse farat dhe drithrat treten më gjatë. Për këtë, ky lloj bukës është një zgjidhje shumë e mirë për drekë, sidomos nëse hani sanduiçe sepse zgjat më tepër ndjenja e ngopjes. Vaji i saj i sojës dhe i lirit japin një sasi më të madhe omega-3 acide yndyrore, kurse sa i përket fibrave, një fet përmban prej 1.5 deri në 4.5 gram. Bukë thekre me kokra të plota. Buka e thekrës është e dukshëm, me e vrazhtë dhe me cilësi më të rëndë se llojet e tjera të bukës për shkak të niveleve të ulta të glutenit. Buka e thekrës është e bërë nga mjedhi i thekrës dhe i grurit, kurse sa i përket përzgjedhjes së shëndetshme është në qendër mes bukës së bardhë dhe asaj integrale, ndërsa ajo me drithra të shtuar ndodhet në krye të zgjedhjeve të shëndetshme për shkak të përbërjes së lartë të fibrave dhe vitaminave. Por ky lloj bukës nuk është i përshtatshëm për njerëzit me sëmundje të zorrve. Buka me brumë të thartë dhe drithra të plota. Burimi i thartuar i bukës fryhet edhe deri në 18 orë, ashtu që ky lloj bukës është më i shijshëm dhe më i fortë me indeks të glicemisë më të ulët. Vitaminat dhe mineralet e fibrave të ndryshme në këtë lloj buke dallojnë varësisht nga mielli i përdorur. Sipas fjalëve të nutricionistëve, buka me brumë të thartuar me drithra të plota është definitivisht më e shëndetshmja. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.